ikëm se nuk do të rri pranvera. Nuk është shumë e friksuar, është shumë, nuk e di çfarë të them, është shumë e dramatizuar. Po nuk mund të rri, unë erdha për të kurur gocën, jo për të shkalloj goca. Po, kuptoj, po pse po shkallon goca, çka ka? Nuk e di. Po ju bojnë presion njerëzit, po ju bojnë ju ngacmon dikush, po ju bë dikush presion. Jo, nuk po na ngacmon askush, asnjëri, jo, fare absolutisht. Unë ta di shumë për nder, ke ndihmuar, nuk kam gojë të flas, po megjithatë, unë nuk mund të rri, se goca ime ka kokra për depresion, doli në rrugë, e kam ndjek në përshi, kam heq një vend, Çfarë do bëni me lekët që keni marrë në GoFund? GoFund do t'i tërzojmë, nuk i mbajmë lekët në GoFund. Po, çfarë do bëni me lekët, se goca është e shëruar, goca i kemi letrat e spitalit që goca nuk ka leucemi në trup për momentin. Çfarë do bëni me lekët? Kush të tha ty që s'ka goca leucemi? Doktori. Kush të tha doktori s'ka leucemi? Po, doktori, dje na ka thonë. Jo. Po. Është e pamundur. Është e mundur. Me leucemi. Në rregull. Megjithatë, unë po iki, unë ty, po të bie ndonjë problem? Jo, s'ka lidhje problemi, unë duhet të di ku do ikin lekët që keni marrë popullit. Lekët do kthehen ke njerëzit që janë dhuruar. Kur do kthehen? Kur do kthehen lekët? Kur? Po të pyes kur do kthehen lekët, atë duhet të di. S'duhet të di asnjë gjë më shumë. Mos mirënjohjen e juaj unë e pash, se ju keni shumë mos mirënjohje ndaj një njeriu që do të ju ndihmonte, që ju futi në shtëpi, që ju hapi derën e shtëpisë, që ju bëri me spitale, me doktorata, me gjitha. Jo, nuk është faleminderit kjo. Kjo nuk është faleminderit. Megjithatë, s'ka problem, është drejta juaj të shkoni ku të doni. Unë tani për momentin, unë duhet të di çfarë do bëni me lekët, sepse goca nuk ka nevojë për ato lekë. Lekë që unë kam dalë, unë duhet të di, unë... Ne nuk mbajnë dot me zor? Jo, as pak. S'ka shanse. Po debaton? Jo, nuk po debatoj, po them ku do kthehen lekët e popullit, se goca është e shëruar. Po lekët e popullit mbaj unë përgjithësi, nuk mbaj... Jo, nuk do mbash ti përgjithësi, se unë kam dalë për ty, o ti mama, Gjoelin ti. Ti nuk do mash, ti do mash përgjësi për mashtrim, po unë që kam dalë me kërku lekë për ty, unë maj përgjësi për vete. Po, pa tjetër, maj me përgjësi. Jo, po unë maj përgjësi, se unë kam dalë me ftyrën teme me kërku lekë për ty. Pse, jo, ti s'na ke bërë asnjë gjë. Jo, unë normal që s'ju kam bërë asnjë gjë të keqe, as bëhet fjalë, absolutisht që jo. Absolutisht që unë s'ju kam bërë gjë të keqe. Po ju që po i lepiheni ati Alex Vishës që po flitnin e për privata, ju që po flitnin e për privata, edhe ju që po më bëheni mos më njohësi për mu që unë kam një javë duke u marrë me ju në për gjitha spitalet e Amerikës, turp t'ju vi. Turp, ti ta marrësh turpin, ta qosh në lushnje nga ke ardhur, edhe turp të vi ty, edhe në qofë se ti nuk do i dorëzosh lekët më në 24 orëve, unë do të bëj denancim ty, vajzës tane, vajzës tjetër, edhe të gjithve me rrallë. Kaq. Unë dua që ju të dorëzoni lekët me një herë, vajza është të shëruar. Kaq. Kaq. Okej, unë e di se ju jeni njerëz që s'keni patë lekur edhe doni me i bë këto intriga, po nuk do të eci me mu, jam njeriu shumë i gabuar të me futni mu me ftyrën time në publik për të vjedhur ju. Grupi jot edhe Alex Vishës. Nuk jam e detyruar të më bash ti me zor këtu. Unë që të mbaj me zor fare të aprit zoti marë, unë nuk të kam mbajt me zor, ti ke ardhë nga Arabia këtu me mashtru mu e familjen time, unë të kam qu në spitale, unë të kam quar në doktor, unë s'te kam majt, unë të kam hap derën në shpis, ty të vit turp, qaflet, ty të vit turp, që je mos mirë njohë se ti dhe familja jote e një njerës të paftyrë, njerës mos mirë njohësa, se unë vetëm ju kam hap derën, si këtu,
si në spitale, kam pagu nga xhepi për ju kam nej gati si keni dash ju. Jam e detyruar ti kthej sa ke paguar. Si nuk du mos më intereson hiç me më kthyja si gjati, unë nuk dua si gjan nga ti, se ti je njeri mos mirënjohës, ju jeni njerëz mos mirënjohësa, ju jeni mashtruesa të Shqipërisë. Edhe po të them, ke 24 orë të dorëzosh lek mrapa popullit shqiptar, se do ma shikosh shumë sherrin. Kaq. Vajza jote ka ardhur shëruar në Amerikë, ju jeni scammers. Ju jeni mashtruesa, ju jeni grupi Alex Vishës, edhe